Mirëmëngjes njerëz, ja ku jam edhe sot. Jam për mesazhin e yjeve në Fatën Muzikë. Nuk e di pse kjo dita sot më kujton një nga ditët gjithë tension të korrikut të vitit 1990 kur unë isha në oborin e një ambasade. Ishin ditë të vështira njerëz dhe duke qenë aty brenda, ti nuk e dije më se ishte fati apo minzyra jote. Qëlloj që ishte fati. Megjithatë ika, erdha dhe ja ku jam. Pun fati, si në emision, si në jetë, si në këngë, sepse edhe kënga e sotme, që do të analizoj më vonë, flet për fat, po për një fat ndryshe. Në fillim, horoskopi njerëz. Dashi. Ndryshe nga çmendohet, Zoti antik grek Dionisi nuk i shtynte njerëzit të deshin, të humbisnin kontrollin e të bënin marzira. Ai vetëm se i shtynte njerëzit që për t'u liruar pak nga hallet e përditshme të përdornin sasi të vogla alkooli. Dhe këtë e këshillonte si ilaç. Mendimin që ky ilaç i jepte, njerëzit mund të zhvishishin nga sjelljet e tyre bajate të përditshme dhe të kishin mundësinë e një doze freskuese që mund t'i jepte vrull jetës tyre. Qëllimi i Dionisit njerëz ishte t'i shëronte dhe jo t'i çmente njerëzit. E vërteta është që ata të cilët nuk e kuptonin dhe vazhdonin të silleshin po një lloj si më parë, Dionisi i shtynte pastaj në dehje totale. O njeri i shenjës dashit bura grua qofsh. Ta tregova këtë shembull për të thënë që mjetet alternative sikundër janë hakmarrjet, tradhtit apo edhe alkooli nuk janë zgjidhje. Mos e kërko zgjidhjen tek mënyrat alternative o dash, bura grua qofsh. Zgjidhjen e ke tek vetja. Demi. Piktori francez Edouard Monet dhe poeti Stefan Mallarmé takoheshin për ditë dhe kjo vazhdoi për vite të tëra. Flasim për mesin e viteve 80 njerëz. Poeti Mallarmé e ka përcaktuar kështu marrëdhënien e tyre me piktorin Edouard Monet. Miqësia më e ngushtë, secili prej të dyve ndihmonte shokun që të bëhej një artist e një njeri më i mirë. Edhe për ty o dem, bura grua qofsh, në periudhën në vazhdim, mendoj që një miqësi e tillë do të bënte shumë mirë. Të jesh në kontakt të përditshëm me dikë që ndan me ty të njëjtat ide dhe shije, do të të ndihmoj që intelektualisht të bëhesh më i pjekur. Mendoj që një miqësi plot pasion do të jetë për ty o dem, bura grua qofsh, një nga motivet e kësaj periudhe të mbetur të këtij viti. Ke nevojë për këtë gjë. Do të kesh vetëm mirësi në qoftë se kultivon një miqësi me energji pozitive dykrashe. Binjakët. Problemi në jetë është jo se nuk mbrim të gjejmë përgjigjen e dur, por që gjejmë më shumë se sa një. Ka shkruar antropologja amerikane Ruth Benedict e shenjës binjakëve. Kjo që ajo ka thënë në përgjithësi është e vërtet, po për ty o njeri i shenjës binjakëve, bura grua qofsh në këtë moment është shumë e vërtet. Mundësit për atë që do të arish në dashuria në punë janë të pafundme. Ke aq shumë ide në kokë sa nuk po di as ti vetë këtë zgjedhësh. Unë të këshilloj që edhe këto ditët në vazhdim të mos marrësh një vendim e të përcaktosh zgjedhjen. Jo, ndoshta nga java që vjen do të kesh ide më të qarta dhe do të kesh bërë arsyetimin e dur. Binjak, bura grua qofsh, mos u nxito, si ka thënë ai vjetri. Mat një herë apo ka thënë mat 9 herë ka thënë. Mat 9 herë dhe prej një herë. Je në këtë pozicion. Gaforia.
Kam qenë parukier në bulevardin Gold Coast në Chicago për 20 vjetë dhe kam njohur shumë prej burrave e grave më të bukura në botë. Shkruante në kujtimet e tij skulptori amerikan Rich Thompson, lindur në shenjën e Gafores. Dhe njëherë vazhdonte ai, një fotografi që punonte për revistat të mëdha të modës i kërkova të tregonte se si i zgjidhte personazhet e tij tepër tërheqëse që zinin kopertinat e revistave. Ai mu përgjigj thjesht: në bazë të defekteve të tyre. Janë defektet ato që njerëzit i bëjnë interesant, special dhe unik. Kthehemi te ky o Gafore. Bura gra qofshi. Është momenti të reflektoni mbi gjërat tuaja jo perfekte e mbi defektet që ju mendoni që keni, por që juve ju bëjnë vërtet të veçantë. Duke filluar që sot, Gafore, bura grua qofsh, duhet të shfrytëzosh më së miri atë çka deri më sot te vetja e ke quajtur defekt apo antipatike. Luani. Koncepti i larmisë biologjike ka të bëjë me shumëllojshmërinë e formave të jetës në një ambient të caktuar, ndërsa larmia e kulturave ka të bëjë me pasurinë e zakonet e traditat shoqërore të një vendi të caktuar. Pastaj, o Luan, bura gra qofshi, kemi dhe larminë e biokulturës që përfshin dy të parat së bashku. Luan, bura grua qofsh, a e di vallë se cilat janë vendet me biokulturën më të pasur në botë? Për ata që nuk e din, po e them. Janë Indonezia, Malezia, brezi Amazonës dhe Afrika Qendrore. Pra gjithë brezi qendror rreth e qark Ekuadorit lart e poshtë. Do më pëlqente o Luan, bura gra qofshi, që sikundër mbreti i kafshëve, edhe ju të kishit mundësinë që të zhyteshit në këtë zonë e ta përjetonit atë. E di që është e pamundur, por kjo që sapo ju thash është figurative, natyrisht. Këtë e kuptoni, është një metaforë. Realisht o Luan, bura gra qofshi, duhet të përfshiheni pak më shumë në shoqëri, në ambientet e natyrës në këtë periudhë. Duhet jeni më të hapur kundrejt gjërave që na rrethojnë. Keni nevojë të jeni mes njerëzish e mes ngjarjesh, mes ndikimesh njerëzore apo natyrore dhe jo të tërhequr e të mbyllur. Luan, bura grua qofsh, ke nevojë të hapesh psikologjikisht dhe emocionalisht. Bëje, qofsh mbret a mbretëresh, qofsh Luan a luanesh. Virgjeresha. Shkrimtari New Age i shenjës virgjereshës, Bob Frisell, ka botuar një libër me titull Asgjë e këtij libri nuk është e vërtet, por mundet shumë mirë edhe të jetë. Në të cilin ka rreshtuar një seri teorish mbi ufot, mbi rrathët, mbi ato rrathët në fushat me grur, mbi qenien që kanë zbritur në tokë, rreth fenomeneve në planetin Mars. Në tërësinë e vet, ky libër është i bazuar mbi teorinë e gjërave sekrete ose konspirative të realitetit. Me një fjalë ai thotë, asgjë që po ndodh nuk ka sens nëse nuk shpjegojmë dot pse po ndodh. Vlen edhe për ju, virgjeresha, bura gra qofshi. Mos u mundoni të jepni shpjegim konspirativ gjërave. Pra, në qoftë se doni të mbrini të gjeni pseni gjërave që po ju ndodhin në punë, në familje, në dashuri, miqësi, biznes, do ta keni të qartë fundin, pra se si do të përfundojnë e do të jeni në gjendje të merrni masat e duhura për të mos u ndodhur përpara të papritura, vetëm në qoftë se do t'i jepni gjërave një shpjegim më konkret, jo konspirativ. Peshorja. Rrjetet sociale në internet dhe rrjetin përgjithësi është i mbushur me informacione, e di. Një nga gjërat për shembull është edhe astrologjia, keni horoskop pafund gjithandej. Astrologu George Humphrey, që është i shenjës peshores, nga Minneapolis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Ka shkruar që për shkak të mos përputhjes me qarkullimin e diellit, edhe shenjat e horoskopit nuk janë të sakta dhe s'mund të bëhen më parashikime ose parashikimet janë gjithmonë të gabuara. Ka thënë ai. Disa gazetarë të mediave informative që këto gjëra i kanë publikuar janë marrë me verifikimin e vërtetësisë së këtyre pohimeve sensacionale përpara se t'i bënin ato publike. Qindra njerëz, sipas sondazheve të bëra, mësuan një krizë identiteti të bazuar në këtë informacion peshore. Burra grua qofsh. Javën në vazhdim, duhet të kesh shumë kujdes sepse mund edhe ti të kesh një krizë të tillë. Mundohu ti jesh tepër skeptik, jo vetëm ndaj asaj që të tjerët mund të mendojnë e të thonë për ty, por edhe ndaj dyshimeve që mund të lindin në kokë. Kujdes, mos dysho në atë që ti je. Peshore. Burra grua qofsh, ti je. Dhe mbi këtë s'ka asnjë dyshim. Akrepi. Nuk kam asnjë dyshim se ardhmja do të jetë shumë më e papritur se sa mund të imagjinohet, ka thënë pioneri i shkencave gjenetike anglezi John Burdon Sanderson Haldane. Është i shenjës së akrepit. Edhe unë jam shumë dakord me të dhe mendoj se duhet ta mbajmë parasysh këtë gjë sa herë bëjmë plane për të ardhmen. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë. E ardhmja o akrepa, burra gra qofshi, nuk është e gdhëndur askund, çdo kund ose çdo kush mund ta ndryshojë. Sa më parë ta mendoni e të bindeni, aq më shpejt do të mund ta krijoni vetë të ardhmen tuaj. Dhe kjo javë është idealja për të filluar. Shigjetari. Është një shkrimtar, poet, dramaturg i shenjës Shigjetarit, me një emër shumë të gjatë, se mua më pëlqejnë këta me emra të gjatë. Është austro-hungarez dhe quhet René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke. Në një periudhë që ka jetuar dhe ka krijuar në Itali në zonën e Duinos, ka shkruar ca elegji që i ka titulluar Elegji Duines. Në njërën prej tyre thot: ne nuk dashurojmë vetëm për një vit, si lulet. Shigjetar, burra grua qofsh, premton që këtë shprehje, këtë të vërtet do ta kesh parasysh për periudhën në vazhdim. Impenjohu me përkushtim e zellë që ti krijosh dashurisë mundësinë që të rritet dhe të ketë jetë gjatësi, sepse në të shkuarën nuk i je dedikuar dhe aq. E di që për këtë duhet dedikim, kohë, mundësi, që ndoshta në të shkuarën nuk i ke pasur. Por tani që i ke, bëje. Dashuria do dedikim. Dhe ty shigjetar, burra grua qofsh, dedikimi nuk të mungon. Britsjapi. Gjëja më e rëndomtë që i ndodh shumicës së njerëzve është që me dëshirë e vullnet lënë jetën e tyre në dorë të dikujt tjetër. Dhe këtë e thot shkrimtari, aktori dhe humoristi anglez Quentin Crisp, i shenjës Britsjapit. Në qoftë se edhe ti o Britsjap, burra grua qofsh në këtë periudhë po kalon një moment të tillë, shpresoj që në ditët që vijnë ti thrasësh mendjes e ta korrigjosh këtë gabim. Këtë javë është momenti që të fillosh të kuptosh e të vendosësh që duhet të bëhesh i pavarur dhe autosuficient, i themi ne. Autosuficient, në qoftë se duam të përdorim një term më filozofik. Për të mirën tënde dhe të gjithë njerëzve që ke për qark dhe që të duan, duhet të bësh të pamundurën që me lumturinë tënde t'i bësh edhe ata të lumtur. Kjo varet vetëm nga ty dhe nga pavarësia jote.
ujori. Shpreha gjermane vers Liebesering, nuk e di se sa mirë e thash, përshkruan një përpjekje për të përmirësuar një gjë kur në fakt po e përkeqëson atë. Ujor. Burra grua qofsh kujdes se mos biesh në këtë kurth. Po të sforcohesh më shumë se ç'duhet, mund edhe ta prishësh gjën. Nuk dua absolutisht të kundërvijem perfeksionizmit që të karakterizon. Për të qenë i sigurt se përpjekjet e tua për përmirësim do të kenë sukses, duhet të kesh parasysh 3 gjëra. E para, mendo se si ti bësh gjërat më të mira, por mos u përpiq ti bësh të duken më tërheqëse. Pra, mos mendo për pamjen. E para. E dyta, përpiqu të jesh i thjesht dhe i qetë, pra mos i merr gjërat me nervozizëm. Dhe e treta, haroj zgjedhjet e përkohshme dhe bëj gjëra që do të kenë një jetë gjatësi. Pra, i më larg pamës. Peshqit. Michelangelo, që të gjithë e njëti besoj dhe nuk ka nevojë për komente, është i shenjës peshqve dhe nuk e konsideronte veten një piktor të vërtet. Megjithatë, në vitin 1508 u bind nga miq e kolegë të pikturonte afresket e pavdekshme të tavanit të Kapela Sistinës në Vatikan. 4 vjet u deshën, që të mbulonte me imazhe sublime e plot ndjenjë 4.000 metra katror tavane. Megjithatë, shpesh ankoi dhe qaj, ky projekt e kishte detyruar të linte pas dore 2 skulptura të mëdha që i kishte fort për zemër e për të cilat preferonte të punonte. Dhe, për më tepër, kishte dyshimin që ata që e kishin bindur papën që Michelangelo të fillonte si piktor për Kapela Sistina, e kishin bërë qëllimshëm për ta penguar ose për të treguar se sa i paaft ishte si piktor, me një fjalë për ta diskredituar. Por sot, afresket e Kapela Sistinës konsiderohen kryevepra. Të gjithë e dini, besoj dhe lumë kush ka shkuar e i ka parë. Kam bindje në Peshq, burra gra qofshi se për këtë periudhë të mbetur, për këto muaj të mbetur, për këtë gjysmë të këtij viti që ka mbetur, do t'u takoj edhe juve të përballeni me një dyshim të ngjashëm me atë të Michelangelos. Do t'ju ofrohet një detyrë a një impenjim për të cilin nuk mendoni se jeni në lartësinë e duhur. Ka mundësi, por ka mundësi që edhe t'japi rezultate të jashtëzakonshme. Okay. Do t'ju ofrohet një detyrë a një impenjim për të cilin nuk mendoni se jeni në lartësinë e duhur. Ka mundësi. Por ka mundësi edhe që mund t'japi rezultate të jashtëzakonshme. Për t'ju dhënë një shtytje, po ju citoj se çfarë ka thënë Goethe, i madhi Goethe. Askush që nuk e ka parë Kapela Sistinën nuk është në gjendje të kuptoj se deri ku mund të arrijnë aftësitë e njeriut. Shpresoj jetë kështu edhe për ju o peshq, burra a gra qofshi.